prokuroria. Ja pra doli që edhe prokuroria posaçme e kishte gabim, prokuroria posaçme e ka cilësuar. Prokuroria posaçme e ka cilësuar Altin Docin. Unë e njoh më shumë detaje dosje, por për të bërë qartë prokuroria Po unë besoj se për këtë dosje po flasim, se nuk është dosje tjetër. Ta ndajmë një që janë me fraksion. Një dokument që del nga prokuroria posaçme, që është organ shtetëror dhe publik, për cilin ne paguajmë taksa, sigurisht në atë e marrim, ai quhet dokumenti zyrtar. Pastaj ka saksi, s'ka saksi, sigurisht në pjesë e investigimit dhe pjesë e hetimit, pjesë e ballafaqimit është edhe kjo intervistë e vlerësoj që ne si profesionist, por dhe si qytetar radh parë. Burim zyrtar padyshim që mbetet s'pa. Radh parë duhet pyesim veten. Çfarë do të ndodhte nëse Altin Doci do të ishte arratisur vetëm kur kishte akuzën e parë për cilën u deklaruai pafajshëm. Prandaj ne nuk duhet nxitohemi ti para gjykatës. Për sa i përket masës dytë sigurimit, pikërisht dyshuar për marrjen pjesë ose bashkëpunëtor në vrasjen e Andi Zylyfit dhe plagosin Arditur Ruçit. Gjëra ndodhur në që është e plumbitart, që është... Gjitha plumbitart janë se ndarë me fraksione 11 fraksione. Jo, po flasë për pjesën tjetër, që është e dosja tjetër. Po që i kanë vënd dhe i kanë ndarë, i kanë fraksionuar, përndaj jemi në këtë fazë, ose bëjmë të diskutime. Pra dosje nuk asë një komunikim s'ka që përfshin Altin Docin, e vetmja dëshmi është ajo Nureddin Dumanit, që përfshin Altin Docin si bashkëpunëtor në vrasjen e Andi Zylyfit dhe plagosin Arditur Ruçit, për cilën ka një masë dytë sigurimit dhe shpikërisht kjo masë e mbajtit izoluar dhe nuk u lirua kur u deklaruai pafajshëm. Pra e thoni që u mor një masë sigurie para se të përfundonte procesi, duke ditur që vendimi i gjykatës do ta shpalltet pafajshëm. Për ne si avokat, por dhe si profesionist, madje sa kemi lexuar dosjen, Altin Doci pikërisht për shkak këtyre dyshimeve dhe paragjykimeve që mund të ketë pasur prokuroria e posaçme, nuk ka qenë e sigurt, është mbajtur në burg qëllimisht, pikërisht derisa të përfundonte gjithë hetimi për sa i përket procesit plumbitar. Dhe përpara se të përfundonte procesi, duke qenë e vetëdijshme prokuroria që 6 mujoshin e parë kur është arrestuar Altin Doci që ishte i pafajshëm për ato 4 vrasjet e Durrësit, ka dhënë deklarime dhe dëshmi Nureddin Dumani në cilësinë e bashkëpunëtorit drejtësisë, ju kujtoj që marrëveshjen e ka bërë në 2022, pra 2 vjet më vonë. Edhe pse prokuroria ishte e vetëdijshme që Nureddin Dumani kishte ndikuar dhe kishte sugjestionuar Klevis Sallën që të fajsonte Talo Çelin nga Altin Doci, duke i përfshirë në ngjarjet rënda kriminale dhe vrasje. Me atë është caktuar mas sigurimi, dhe ky është një fakt tjetër penal për cilin aktualisht, në fakt ne jemi në proces themeli dhe po gjykohemi, ku nga 33 veta që kanë qenë fillimisht janë vetëm 20 veta që kanë ngelur se janë ndarë dhe janë fraksionuar. Në një proces që ka qenë maraton, në një proces që janë ndruar 3 trupa gjyqësore ndjes, dhe aktualisht duke qenë se me trupën e tretë ka pasur vështirësi në fakt përsa i përket drejtave që ka kërkuar dhe Altin Doci vetë, ka qenë dhe i pranishëm proces dhe ka parë qasjen që ka pas gjykata. Prandaj thash mund të jetë dhe qasje subjektive, Altin Doci ka humbur besimin te drejtësia dhe ka marrë ato veprime ekstrem që ne tani avokat një gjë që unë e kuptoj që ndoshta prokuroria ju e tha dhe vetë, për shkak që ka parë që emrin Altin Docit përfshirë në disa prej këtyre ngjarjeve, për shkak këtyre dëshmive dhe këtyre të penduarve të drejtësisë që janë më shumë se një, ka thënë që okay, pritje ta mbajmë ndoshta edhe me procedurat caktuara, ta mbajmë këtu sepse ligjin ta mbash të arrestuar një person duke i pasur ADN-n dhe duke mbajtur në zyrtare. Kuptoni ju që ADN-i Altin Docit dhe përgjigjja ADN-s për 4 vrasjet e Durrësit, prokuroria ka pasur 6 mujoshin e parë dhe nuk ka asnjë as në gjykim, vetëm kur e kemi ngritur ne si shqetësim. Po mirë, çfarë sepse është fajsonte dhe liron. Ka personale? Po të kishte pasur akuzat prova ADN dhe gjurmë gjyqtash nuk priteshin bisedat në skajë dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë. Nuk është personale, unë vlerësoj që është personale, unë vlerësoj që është statistikore dhe duke qenë se ne shmojmë paktën qëndrimi jonë është që plumbi i artë, le të themi, është një nga çështjet më të rëndësishme për Spakun, aty ka shumë problematika në atë lloj dosje. Është kryesorja. Kryesorja sepse ka shumë ngjarje nga gjithë Republika e Shqipërisë janë bashkuar shumë procedime penale dhe për ngjarje të rënda, që faktikisht mund të ketë dhe prova për ata që kanë pranuar vetë që janë bërë bashkëpunëtor, por edhe persona të tjerë që janë përfshirë.